Partia Demokratike ka depozituar sot në Kuvend raportin e 5 anëtarëve të opozitës në Këshillin e Mandateve, ku rekomandojnë votën pro për autorizimin e arrestimit të Belinda Ballukut. Në një konferencë për mediat, kreu i grupit të PD-s, Gazmend Bardhi, zbuloi detaje nga raporti në fjalë, duke theksuar se kërkesa e SPAK është e bazuar në prova dhe nuk ka motivim politik. Sipas raportit të opozitës, SPAK ka depozituar në Kuvend gjithsej 80 prova për arrestimin e Ballukut, duke shtuar se sipas prokurorisë, ajo ka paracaktuar garën për 11 procedura publike, ka kërcënuar dëshmitarët dhe rrezikon 35 vite burg. Kreu i grupit të PD-s paralajmëroi protestë ditën e shqyrtimit të çështjes, duke shtuar se në rast se Kuvendi do të votojë kundër kërkesës së SPAK për arrestimin, protestuesit do e konsiderojnë Kuvendin një bunkeri të korruptuarve që duhet shembur.